سهم الأمس في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس ما زال سهم الأمس في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني يأس أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني يأس أي الجرائم في محرابك ارتكبت ودنس الأرض من أهوى به الرجس أي الجرائم في محرابك ارتكبت ودنس الأرض من أهوى به الرجس خطيئتي أنني يا قدس من زمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Falënderimet, lartë madhrimet, i takon vetëm Allahut fuqiplot, Zotit i kësaj tësie. Atë falenderojmë për të mirat që na ka dhënë dhe që ne vazhdimisht, dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë falë nga i Madhi Allah për të metat tona që i bëjmë gjatë natës dhe gjatë ditës. Kënd e uzon Allahu askush s'mund ta humbë, dhe atë cilin e humb nuk ka uzim për të. Dëshmoj dhe deklaroj se vetëm Allahu meriton të adhurohet, i cili është i vetëm dhe i pashoq, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i Tij i fundit. Paqja, mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e Tij të dashur, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi çdo pasues të Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, sot do të flasim për disa porosi madhështore që i ka dhënë njeriu më i dashur i Zotit Xhelashanu që ka ecë në rrugën tokësor, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ja ka dhënë sahabiut i cili njihet me nofkën, njohësi dhe komentatori më i madh dhe më i mirë i Kur'anit famlar, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Porosi për të cilat dietarët islam kanë shumë libra të plot
që kanë met në bibliotekën islame sot e kësaj dite, që ka nevojë në radhë barë se cili prind t'i mëson dhe më pastaj që mëson fëmijës e tij. Thot Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, kuntu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam yawman ma. Thot kam qenë pas pejgamberit alayhis salam duke ecë një ditë dhe po më thret duke thënë: Ja ghulam, inni uallimuka kalimat. Po më thret, o djalosh, unë thot do t'i mësoj disa fjalë ty. Unë do t'jap disa këshilla ty. Ne sot kemi punë vetëm me këshillën e parë, e cila është vetëm një gjysmë rre e shtetë, po që në vete përmban porosi madhështore. Sepse vetë fjalët e pejgamberit alayhis salam kanë qenë shkurt, ku me kuptim shumë të madh. Thot: ihfadillah yahfazuk. Ihfadillah tajidhu tujahak. Thot: ruaje Zotin tënd, Allahu të ruaj ty. Ruaje Zotin tënd, atë që ta gjesh çdo herë pranë teje. Kjo porosia e parë që pejgamberi alayhis salam po jep Ibn Abbasit, djalit të axhës së tij. Pas se ta tregojmë porosinë e parë, dietarët islam e marrin për hak i cili ka vendosur të bën davet në radhë parë me fëmijët e tij. Se mosha e Ibn Abbasit është ende 10 vjeçar kur i merr këto këshilla madhështore. Pejgamberi alayhis salam të nderuar xhamat, dietarët e hadithin thonë që e ka thirrë me emrin o djalosh, me emrin përkthës, me emrin i cili të afron afër vetit. Se ka mujtë me thonë për t'jam disa këshilla o këj puna, se ka qenë pejgamberi Allahu xhaleshana. Po ka thirrë o djalosh, ja ghulam. Dhe pastaj ka thënë, unë do të jap ty disa këshilla. Që kjo neve që pëjtë nga vinë sot shumë, që ku ta thirë e vladin tonë, thirë me emën që ti e ke mërtu në këtë dënja. Me qatë emën që e ke mërtu ku ka linë, që i gëzu shumë për ta. Jo me emën cilat sot ekzistojnë mesin tonë. Me emën cilat asë Zotë nuk është i knaqër, por në dharë ba asë të miu si të mi nuk është i knaqër. Se në vetën me qëmu. E qysh ka mundësim pas e marrë këshillën e prindit? Po e thot, inni uallimu kalimat. Po t'i mësoj disa këshilla. Këtë hadith besoj shpesher dikush e ka lexuar, sepse është ndër hadithet që Imam Nevaviu në librin e tij 40 hadithe e fut në hadithin numër 19. Mi pa thu valli mi ndalë dhe këtë reshtë i parë, ruje Zotin tënë se Zotit ruan ty. Qysh ka mundësi dikush të ruan Zotin e vetë? Që mos keq kuptohet se Allah nuk ka nevojë për askush të ruan atë, e as ta mbron. Se ai është i gjithë dishëm dhe gjithë fuqishëm, i cili nuk ka nevojë për asnjë krijesë, por gjitha krijesat kanë nevojë për ta, subhanahu wa ta'ala. I pastër është vetëm Allah fuqiplot. Mirë po dietarët e komentojnë këtë fjalë duke thënë: ruaj kufit e Allahu xhelle shanehu. Praktikoj urdhët që Zoti dhe pejgamberi i tij kanë dhënë ligj. Ndalo nga haramet, nga ndalesat, e ki rrit Allahun tënd. Ku ki kry këto, Allahu ka më të rrit ty. E ki rrit kufit nuk i ki shkel ato që kanë qenë haram. Çdo herë kimi gjetë Allahun pranë teje. Me ndihmën e Allahut fuqiplot, suksesin e tij kemi pas. Allahu xhalla shanuhu dietarët islam këtë rreshtën e parë ndajnë thot në dy metoda se si duhet ruajtur raportet apo gjërat që Allahu xhalla shanuhu don që ai robi i tij t'i ruaj. E para është se duhet ruajtur Allahu njeriu në vetveten e tij. Obligimet që Zoti ka lënë, ndalesat që i ka bërë haram, duhet të fillon rrallë parë në vetveten e tij.
E para madhështore që manifestohet në këtë hadith është që dietarët thonë njëshmëria e Allahut fuqiplot si është me ty o musliman. Çka ndodh me një besimtar i cili është në vetmi? Kjo është arrush Zotin tonë ti. Çka ndodh me një punës i cili është duke punu dhe si të merr vesh që shefi ti ka dalë nga fabrika apo nga puna, shtrihet më njerëz punon. Del nga puna. Çka ndodh me dikush i cili mbyllet në dhomën e tij dhe fol me dikon që Zoti ka ndaluar? Kjo manifestohet në vetëmi me Zotin tonë si ki raportet. Mu për këtë pejgamberi selam në hadithin e gjatë të Gjibrilit, kur e pyet Gjibrili, "Wa ma huwa al-ihsan?" Çka është ihsani o dërguari i Allahut? Thot an ta'bud Allah ka'annaka tara. Thot ta adhurosh Allahun edhe pse ti nuk e shef atë, po ai të shef ty. Po ai të shef ty. Mu për këtë pejgamberi selam thot në ditën e gjykimit do të vinë njerëz me sevape të shumta. Mirë po do të zhduken punët e mia që kanë bërë këtë dynja, do të bëhen një hi që nuk mbetet as pluhën për tyre, sepse kanë mbyllë vetëmi me Zotin e vetë i kanë shpallë luftë Zotit. I kanë shpallë luftë Zotit, pra kanë bërë mëkat. Një tregim që gjithë ne e dim, në kohën e Umar ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu, sa ishte khalife udhëheci muslimanëve, e ka pas zakon çdo khalife muslimanëve del natën, dhe të kujdeset për ata që Zoti ja ka lënë mbi supët e tij deri në ditën e gjykimit. Dhe i ndëgjon duke bërë polemik dy veta. Nëna me bijen e saj. Po i thot nëna bijes, "Oj bija ime, çumshtin që kemi miel, t'ja hodhim pak ujë. Shitet në treg, nuk merr vesh populli. Kemi të holla ma shumë, kemi porë ma shumë." Nuk është kjo që ka ndodhur sot vitin 2012, që na pi ma shumë ujë si sa tonë. Kjo ka qenë dhe ma herët. Po shiqoni që ka bërë besimi fort. Kjo vajza e cila e rujtë e Zotin e vetë, po edhe Allahu e mbrojtë ata, i thët, "Oj nona ime", thët, "Omeri, udhëheci besimtarve, këtë gjë ka po haram, nuk mu mirë në një gjë t'ilë." Nëna të tjera ka besimin e dopt. Dashnia madhe pas dënjas. Thët, "Oj bia ime, në këto qasë Omeri po flenë gjumë." Omeri këtë po të gjanë. Besimi i fortë që ka bën tash. Thët, "Oj nona ime, nëse Omeri po flenë gjumë, Zoti Omeri nuk flenë gjumë." Që pra imani fort? Nëse Omeri po flenë gjumë, Zoti Omeri nuk flenë gjumë. Kjo të rruje Zotin ti, Zoti të rruje ty. Dëllaveja që bën pas luftes, në për gjykata, në për polici, me komandanta, me qka të dushmer, me doktor, me biznismena të ndryshëm. Enda po 12 vite po ndalin media, kë ka vjerë, kë ka bo, kë ka malku. Ato askush si ka ditë vetëm Zoti fuqiplot. Deri sot kur del media me vash këtë bota që ka po ndodhë. Sush mundu të arru Zotin e vetë u a qenë vetëm, shtash rahat. Po tash, para këtë njerës të marin kushë zullumqari. Mu për këtë Zotin ka ndalu zullumin. Dhe po thotë mbi 7 palë qelë, "Ja ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi." Thot, "O robrit e mi, e kom bo zullumin haram. Ja kom bo zullumin haram vetës time. Dhe kam bo në mesin e juve haram. Falat Allahu. Mos po në zgum njëri me tjetër." Kjo është e parë se si duhet muslimani të arru Zotin e vetë kur është në vetëmi. E ta pysin vetën, nëse cili përnesh ta pys vetën, prej me dhe të me publik. E dytë të nëruar që matë, Allahu fuqiplot në Kur'anin famlartë, i donë njerëzit besimtarë që janë të pastër. Dhe po thot, "Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Zoti i donë njerëz që janë të pastër dhe ata që bojnë pendim. Ne du të më thonë qëtëve, elhamdulillah që në pjestar besimit musliman.
Pse alhamdulillah, që për dhuntive të shumta që ka kjo fe, e ka që pastërtia është gjysma besimit. An-nadhafa, pastërtia që muslimani e ka, është gjysma besimit të tij. E ruje Zotin tonë ma në pastërtisë në trup, gjatë faljes, në shtëpi, në xhami, kudo që ndodhesh. Pejgamberi sallallahu po thotë, miftahu s-sala al-wudu, çelësi i namazit është abdesi, dhe nuk e mbron dhe nuk e ka këtë karakteristik askush, vetëm besimtari. Vetëm besimtari që ka namaz, nuk më kërkush abdes pas e ndin, edhe në shi dhe në borë dhe fëtot edhe në zetë. Ta rujmë Allah në fuqi plot me anë të rujtës të namazit së i miqarë. Zotin e Kur'an po thot: "Wa hafidhu 'ala s-salati wa s-salati l-wusta wa qumu lillahi qanitin." Ruani namazin e juaja, e në veçanti namazin e mesë namazin e kindis. Nuk ka thonë unë i vitë gjëmon, po ka marrë përgjithësi ruani namazin e juaja, edhe namazin e mesën. Keni kujdes për ta. Se s'ka mundësi shpesh e porosisin vetëm dhe juve. Që çdo kush të merr vesh ai që fal 5 kohë namaz, që është i lidhur ngushtë me Allahun fuqi plot. Nuk ka mundësi më kon rrogaç në 2 natë ose më thysh shtëpia toja me vjedh. E as më mush ka fishë të Gjakovës, e as shtëpia publike. Nuk ka kohë. Se zemra ty të lidhur me xhamit e Allahut dhe me Allahun fuqi plot. Nuk ka kohë me zullum, sepse Zoti ka marrë mbrojtjen e tij. E katërta më radhë, që dietarët na porosisin nën këtë hadith, ruaj Zotin, Zoti do të ruan ty, thojnë ruajini bedimet tuaja. Zoti në Kur'an po thotë: "Wahfadhu aymanakum." Ruajini bedimet që jepni. Nuk kanë bën besë muslimani. Pyetja parë, edhe pse bën be muslimani pyetja dytë. Ibn Qayyim rahmetullah alayhi po thotë, pejgamberi on Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 23 vite ka bo davet në Mekë dhe Medinë. 83 herë ka bo be. Që regjistron sunet, 83 herë ka bo be pejgamberi sallallahu. Mara shumë zonë me 365 ditë që ka viti. Me 23 vite, komendar sarë ka bo pejgamberi në vit be. Sepse ka di që më vështi e madhe. Në kam bën besët. E shtif shavladi me 2 durët e 1 dhejtët. Bën be. Nëse shkojnë shpirë që ishtë ato qikën e vdekur në dhe bila bën be. Pasha krytë e babës plak. Pasha tjeqen e madhe. Pasha kretë babalartë. Pasha shatë Kur'an që më ka mu shpipluhen. Ha? Qështu bujnë besë njërzimi? Nuk e runë betimin që Zotë e kalon. Po thot pejgamberi a.s. Men halefe bi gajri le thëkat eshrek. A i cili ka po be dikun tjetër për posë Allahut ka po shirkë. A të një shko shirkë? Qëtë për vesë. Shirkë qëtë për vesë. Në pas kujdes të një këpon be. Ja na besimtar të këndash me bo be në qabe. Sepse sot, është ditë të gjumon, kretë njërzimi e falën rrëth qabës. Me miliona njerës. Po e ka ndalu pejgamberi së bo be dhe në qabe. E ka ndalu dhe në qabe në bo be pejgamberi së ranë. Dhe ka thonë, ajë që të shërë me bo be dhe të bon be vetëm në Allahun fëqiplotë. A me bo be në Allahun, pash Allahun ke kodhë. Pash Allahun në parë, pash Allahun të se parë. A mi 10 euro se tja pasha Zoti mos djove. Shkojnë 2 vjetë, harrota e temë. Unë e pash Allahun ku më të apy këtë punë, harrot. Këne me shku për po pash Allahun e ty janë, harrot. Dhe qëtëre për mbe në Allahun u dhe bila. Dhe për këtë Zoti po drejtohet në Kur'an duke thënë وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Mos e bani Allahun bank. E ka shujt vetëm bank në betimet që ju i bani musliman. Mos e bëzotin bank betimet që e bani ti.
Me të kesh kujdes kur betohesh. Nuk duhet të betu Zotit për të send. Është i madh Allahu fuqiplot. E di më hadithin që pejgamberi alayhis salam po tregon dhe po thotë që i ka marrë 1000 dirhem borxh. Ku ka shkuar më lyp dëshmitar se në borxh do të shkruaj letër. Unë Abdullah Betullaj ka marrë borxh me filonit 10 euro me kidat. Kështu na ka mësuar feja. Edhe që kiti besim të shkruje se ka marrë mas një kohë, më të ka marrë dhe të jo? Ja, mos di gjësh. Ku ta ki dëshmi ndryshë është. Edhe kjo bashku, kjo personi me thonë, unë du dëshmitar për teje. Thotë për të alo Zotin dëshmitar. Unë për të alo Zotin në bikëshyëshin tim. Edhe ka po bëj Zotin. Ku ka ardhë koha me këthi borgjin, në datë caktune, në mes këtë në 2 personat ka qenë një prëvu i vogël. Që ka nda shkjit një faranie, drasat vëllë me shku të personi, ka qenë shumë erë e madhe. Nuk ka mundësi kur qysh më dëbërtu në ta. Data caktune, ora caktune, i drejtohet Zotit vetë, qysh ta më gjimone ka në 3 persona, që me veprat vetë kanë folë të Zotit që në shanë në mu. Edhe kjo thët, o Zotin, thët, unë i ka marrë të pare, i ka marrë nemën tonë. Ku ka lypë në bikëshësh, dëshmitat kumulon 2, i fut në dru, edhe thët, o Zot, debin si ekte në time. Që besimi forë që Allah. Kjo do Zotin e vetë, Zotin do këta. Se ka për një mami në borgjën e vetë që shduhet. E sa besimtar se kam borgjën më zvetë, edhe ashtë që më zitën për to. Edhe këtë alifët, që ta temen e veta, le e bese marrë ka. Jenë në shumë i një borgjën tonë. Filoni që ka dalë marrë borgjën e vetë, anën tjetër pronit, e shef që kur gjusë ka ardhë, nuk leviz kur një një, e mërë një dru që li ka dalë mu në buzë pronit. Të bëli më skërë në shpithat, ta coptoj dhe ta kalli zjemin. Ku që ka në shpit vetë të copton drunit dhe dhe letra, që unë të ka marrë bëjt, nëse të vinë, jenë të, nëse të vinë do të vinë prapë. Shkam prapë pas një kohë të kaj me bëjë në dorë, edhe të regon që unë të me të jarë borgjin, kërkan halallu që s'ka pas mundësi me dalë, personi që ka marrë bëjt dhe në busjesh, i ka pagu thët të shpitarit që i kilon të i përmu. Allahu fëqiplot. Edhe fundit të ndëruar gjematë se si duhet rrujtë për Zotin të lëshanë në mund, është rrujtja e gjymtyrëve trupit. Duke i fillu nga gjuha, nga syri, nga veshi, nga këmbë, nga barku, edhe nga organi gjinital. Këto e kanë cekë djetarët e Islamit. Duke i fillu nga syri që shka shef, ta që ishin në prakt pranverës. Dalin e kërëcit të ndryshme. Gjithë djetarët e kanë mendimi se ai që shef në cullak, edhe që syrin ti knaqet, edhe që ka qef shumë në pa, Zoti se ka mundësu dhe se mundësani pa ftyrën Allah në ditën e gjykimit. Mani me të. A që syrin ti është mësu që dërë në pa cullak, dhe knaqet, se në këtë jetojmë këtë situatë, në këtë rrë. Po bili ka thonë pejgamberi ta urresh me zemrën tonë, kjo është imani më i dobët. Thumë subhanallah, astaghfirullah. A pse të në këtë qeku? Thonë djetarët që mësu s'ka mundësi, po Zotin ftyrën e ti në dritën e gjykimit. Që në bodë e lusë të në banet pjestarët të qëqimit në ftyrën e ti të bukur. Si duhet ujtë në dëgjimin, mos në dëgjosh dësend. Gjdo lem që e dëgjon e përhapsh. A lem që i ke dëgju ndoshta është shpifje, ndoshta është gibet. I shmullu që i ka filanit, peshë e një më mujtë i mërke. Edhe ende ka muslimoni bjesesh në Allahit, vëllah këpojt, vëllah e ka majta. Ende thot namaz, thot Zoti më është Allah, pejgamberi është Muhamedi alayhis salam, ka dyshim që që ka farë të rati ku me ditë që ka pare ka. Që se kanë digju i shketi dikon. Kesh kujdesin nga gjuha, e dëmton dikon. E dëmton dikon, që do mos ndejnë e besimtare dhe mos mërë me punë që s'takohen ty dhe mu. Pejgamberi alayhis salam po thot, a i cili mi garanton 2 gjë në trupin e ti, e ka gjenetin. Që së rejtë më konë musliman. Apo dojmë gjenet? Vetëm 2 sende ka një pejgamberi alayhis salam. A e tha që është mes 2 buzëve, gjuha, dhe që është mes 2 këmbëve dhe organi. A i cili me runë këtë dyja, e kom garantu gjenetin.
Po atë mushi me ujtë, Allah në falë gjënat. E lusëm Zotë në falë gjënat ta në prind me ta. Bërë istighfar të Allah fushit latës të vëllë të stërë në nga furë. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pjesa para ditit përse që ke e qartë si pas atyre se djetarët në kanë spigu. Pjesa e dytë, dhe kjo është shkurtimisht mos me zgjatë shumë, ka të bëj ruja Allahun që Allahu të runë ty. E morën veç që të të rujtë Zotit tonë, po a thu valë ku të runë Zotit jo ty. Edhe kjo është në 3 pika. E para është që Zotit Gjeleshanu të runë shëndet. Tjep jetë lumëtër. Tjep jetë qetë. Ta runë familjen. Ta runë farafisin. Ta runë pasurin që të regu të regi ma herët në përshlim. Më shamë në marëm Jakubin a.s. Kuja morëm Jusufin më të dashun që e kishte, edhe erdhët me këmisht e baba e vetë duke qajt, bidemin kedhibin, me një gjak i cili është i rejshem, i thamë, o baba jonë, në ka ungër ujku Jusufin a.s. që dini të regimin gjithë. Shka tha Jakub a.s. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Zoti është mbikëqyrësi, rojtari më i mirë, mëshirues i gjithë mëshiruesve. Moment shumë i fështirë për në të ka unë durinë. Në deshe në takohet me Jusufin a.s. E po që Allah të mbëronë për shëndet në familje, në pasurin. Qysh kanë thonë se lefët para ta, i keme rrët gjymtyrët e tubit, i keme qenë të ri. Allahu në ka mbrojtë në pleqëri. Allahu në ka mbrojtë në pleqëri. E dyta më radhë, Allahu Gjeleshanu të runë në ato momente kur të vinë sprovat të ndryshme, fortunat të ndryshme. Dikush ka qenë pes vakli, ta që kalon pak namazin, o bo pak ma jegër, zdo sprovë që ka orë karatikon. E besimtoj që është i fort, nuk lëkundet. Se Zoti ka marrë mbëshyre robin e vetë. Zoti e ka marrë mbëshyre robin e vetë. E runë nga intrigat që të tjerët i bojnë, qysh ka ndonë me Ibrahimin a.s. E marrin dhe hudhin zjarë. A dhe hudhin zjarë. Po imani besimi fort në Zotin e vetë, i vjen me leku që bret momentet shumë vështira. Që zjarë me darë që me centimetra. Thot, o Ibrahim, ma ki nevoj për ndinë. Thot, jo, prej te jo, po për Zotit po. Edhe pas të Zotit thot zjarit, ku nuk bërë dhe mësëram në Ibrahim. Bono i fëtot, dhe shpetimtar për Ibrahimin a.s. Apo qysh ka më Musën dhe Harunin, Zotit qëmë të i Firaunit, filloj më dridhë, bak friga madhe. Thot Zotit, unë ju shqyqe dhe ndi, më juve, ju ndik, më juve. Apo qysh ka më pejgamberin të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë në Abu Bekrin në shpelë, dhe kur vinë, kërkusit më kërku pejgamberin a.s. Besimi i fort thot, la tahzan, inna Allahu ma'ana. Mos u frigo, sepse Zoti është me ne. Mos u frigo, se Zoti është me ne. Edhe e treta se si Allah të në mbëron neve, nëse ne e mbrojmë ata dhe rojnë, është momentet e fundit kësaj dënjaja. Që besimtarit i delë shpirti me letësi, që vinë me lesë të klasë për e të posashme se delë shpirti, edhe përgëzojnë me gjenet, për punë të mija që i ka do në këtë dënja. Qysh për me të ne populli ka degë me fjallë të mirë. E lusim Allah në mëson gjithë që fjallën e fundit tjetë la ilaha Muhammed Rasulullah, me iman dhe besim të Allah, që plot, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa aqimus salat.